حجا ويحق القول على الكافرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Ata e falenderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën, dhe ata që Allahu e drejton, askush nuk do të devijojë. Ndërsa ato që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lënë humje, askush s'e ndihmon përveç Allahut. Të gjithë dëshmojmë se Allahu është i vetmi i pashok në krijim, në sundim, në adhurim, dhe në gjithçka nuk ka të ngjashur me krijesat e Tij. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguari i Zotit, të cilin Allahu na quajë në Kur'an, dalluesi të vërtetës nga ekstrema deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për të gjithë të dashur besimtarë edhe besimtarë. Ajetin e Kur'anit që e zgjodhëm për ditën e sotshme për këtë xhumë paralajmëron diçka të mirë, pa dhe diçka shumë të keqe. Allahu xhël xhelalu në pjesën e parë të këtij ajeti na thret dhe thotë të gjithë ata të cilët më thërrin ju përgjigjen lutjes tyre, hallet tyre. Çfarë do nga brengat dhe nga hallet e kësaj bote që i ka robi, Allahu xhël xhelalu thotë estajib du'a. Unë lutjes atij do t'i përgjigj. Thirrjes atij i përgjigje. Edhe asnjëri nuk do të mendoj se ka dikush tjetër që mund t'i përgjigjet më mirë, më në kohë, më shpejt se sa Allahu xhël xhelalu. Dhe pjesa tjetër e ajetit, Allahu xhël xhelalu thotë: dhe ata që nga menjëmasia i shmangën adhurimin tim, xhehenemi do të jetë i përhershëm për ata. Yestekbirun, do të thonë nga menjëmasia e tyre, apo kur ata i ka pushtuar menjëmasia. Menjëmasia të gjithë e kuptoni, do të thotë që njeriu del nga vetvete. Nga njeri normal, i thjesht, i qetë, besimtar, dhe del. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili vdes pa asnjë gram menjëmasi dhe pa borxhe hyn në xhenet. Pra dhe borxhet janë një kusht i fortë për xhenet. Domethënë vdes pa menjëmasi. Është një ndjenjë shumë e rrezikshme. Unë nuk e di cilin ka pushtuar prej nesh apo prej jush, mu apo ju, po di shumë prej shokëve tonë apo mikëve tonë që i ka pushtuar menjëmasia. Kemi po njerëz me menjëmasi gati me u largu nga rrugës me shkel me kamë, me makina. Shkaqet që të çojnë të kenë shumë të bashkakë kryesor është largimi nga Allahu. Domethënë, në mendjen tënde është besimi tek Allahu. Besimi tek Zoti, shejtani nuk vjen ngri. Nuk mund të qëndrojë atë në trupin tënd apo në mendjen tënde, apo në kokën tënde. Nëse ti nuk je lirar, shtehur. Pra jemi Allahu xhël xhelalu, edhe me të vërtet, Allahu të bëra. Pra te e thirë Allahu xhël xhelalu. Por, ata të cilët do t'i shmangën adhurimin, a e dini ju se shumica e njerëzit nuk e adhurojnë Zotin për shkak të menjëmasisë. A e dini ju se shumica e njerëzit për shkak se Allahu i ka dhënë pushtet, e kanë për uli tulin bashkë me ju do, në sejdë. Kush jam unë? A e dini se si mrejnë njerëzit me dorë në zemër? Njerëzit gjithë kanë hallë për mu, jam mrejt të shi kryetar bashkije,
i pasur, me pushtet, ministër, deputet, mbret, pushtetar, me një masia, e jamajnë, shkrejon gjëni, të merë. Allahu gjëre ti pra, nga me një masia do të nuk më dhuret. Ata thëtë që nga me një masia i shmalën adhurimi ti. Do të ketë për herë gjehenemi dhe. Dhaj të dokën të njohë sigur kanë bondi shka punë. Do ke kundështu Allahu në gjëre hu. Do ke jarë tërë që të binë serë të dorë të gjëre hu. Kryosit gjësisë, nga kryesa. Se merë me njërës në dojtë është s'merë mohë me kështu. Edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kritike e parë që i kanë bërë vëllezër, kjo vërtet. S'mon vetëm me dojtën. Me këta njerëz që merresh ti, Bilali, Abbabi,